Në kohën e Omer ibn al-Khattabit radhiyallahu anhu, Omeri ka marrë një hutbë, një ders. Edhe ka përmend një vërejtje njerëzve. Çka ka thonë? O ju njerëz, keni kujdes, ka thonë, kur ta shetni qumshtin, tamlin, mos e përzini me ujë. Mos e përzini me ujë. Që që përzim na, tamlin nashta jo, se sot s'kemi gjampër me mjel, po i përzim do sene tjera. Ka kalu njerë natën, e ka këqyraj gajlet e qytetit, ka ecë udhve, ka ndëgju, çka po flitet. Ka ndëgju mrena në barë, një nanë me vajzën e vetë, po bëjnë muhabet. Po i thot nana vajzës, po i bi, që ti tamlit pak ujë, nesër me shit në pazar. Po i thot vajza, nan, pa din që kjo është haram, ase mitë e dje, që ka tha, prisi, na të raqë vrejtjem, bashkë për qëtë mesele. Ajo bja banoj bi, hajtë se sështë Omeri me na pa. Tha vajza, nan, nëse nuk është Omeri, me na pa, o Zoti Omerit që na sheh. Nas tut mi pi Omerit, na tut mi pi Allahit. U gëzu Omeri shumë kur ndëgjoj këtë fjalë për kësaj vajze. I thani shokit vetë, majnë men që të shtëpinë, tha se nesër kam punë të kjo shtëpia. Shkoj edhe trokitin del. I tha, a kini nej vajzë? Tha po. Që kjo thash? Po du tha me lyp për djalin tam. Ja dhani. Për i qasoj vajze, lindi Omer ibn Abdul Azizi, që konsiderohet kryetari ose udhëheci më i drejti i pesti në Islam.